Fundjavat festive po japin Gjirokastrës një tjetër ritëm, duke gjallëruar jetën kulturore dhe artistike jo vetëm për banorët, por edhe për vizitorët e shumë të vendas dhe të huaj, që zgjedhin qytetin e Gurt për të festuar dhe për të njohur nga afër produktet karakteristike, kulinarin tradicionale dhe prodhimet bio të zonës. Turistët janë të interesuar për të gjitha produktet bio të zonës të Gjirokastrës. Unë gjithmonë çdo panai ka marrë pjesë me të gjitha këto produkte dhe shikojnë me vërtet interesimi shumë të lartë të tyre. Të pasaj ishte fantastike dhe kishte një ambient që me të vërtet më ka lënë pa fjalë. Që Gjirokastra është një nga qytetet më të bukura të Shqipërisë. Është se unë jam vetë nga Korça, po kam vite që shkoj në Gjirokastër dhe sidomos në atmosferët e festave, Gjirokastra bëhet më magjike se ç'është. Në zonën muzeale, skena artistike shndrohet çdo mbrëmje në një piktakim festiv, ku performojnë artistë dhe grupe të njohura muzikore, duke krijuar atmosferë për qytetar dhe turist. Kjo live s'ka marrur akoma, do jenë net më të bukur akoma në vazhdim për Krishtinët dhe për Vitorin. Duhet edhe 11 ditë që do jetë live, do performohet live në shumë grupe të tjera. Uroj gjithë gëzuar edhe sukseset gjithë atyre që do performojnë, edhe i dëshin sa më shumë bukuri dhe dashuri Gjirokastrës me muzikën dhe me performancën e tyre. Gjatë kësaj periudhe festash, Gjirokastra synon të konsolidohet si një destinacion tërheqës përmes një kalendari të pasur aktivitetesh kulturore dhe artistike.